problemi kryesor me cilin ballafaqohen sot qytetarët e Klinës është ujë i pijshëm, për çka nuk e largon as pak prej përgjegjësisë pushtetin lokal. Unë dëgjova kryetarin që tha kemi pas takime me Këshillin ndërministror dhe memorandume të tjera. Mirë po çështja ujit pijshëm nuk është zgjedh. Nëse ka propozime të tjera për shtimin e kapacitetit dhe ndërtimin e ndonjë fabrike të re me kapacitet më të madh, atëherë prapë qytetarët e Klinës do i duhet që të presin për ujë të pijshëm, sepse kapaciteti aktual nuk i ofron këto kushte edhe nëse IKPSH-ja e nxjerr ujë të pijshëm se mund të përdoret për qytetarët e Klinës. Andaj ne mendojmë se kjo punë do një zgjidhje më të shpejt na po e shohim zvarritjen e kryerjes së këtyre projekteve, e përfundimit të tyre, dhe mendojmë se kjo çështje duhet trajtohet bashkë me nivelin qeveritar edhe me një presion më të madh nga ana e pushtetit lokal, edhe me formën edhe mënyrën e gjetjes së burimeve të tjera të ujit të pijshëm në komunën tonë, po ndoshta edhe me një bashkëpunim të mirëfillt me 2 komuna të fqinje. E kam përmend edhe diku tjetër që komuna e Pejës ka furnizuar 2 fshatra të komunës sonë që kufizor me komunën e Pejës, i ka leju qasjen në ujësjelësin e tyre për të pasur këtë mundësi që të kenë ujë të pijshëm, dhe ne mendojmë se një bashkëpunim i mirëfillt edhe me 2 komuna të fqinje nga të cilat ka burime të ujit të pijshëm, me Pejën dhe Istogun, sigurisht. Edhe normalisht memorandumet e mirëkuptimit janë të nevojshme për ta zgjidhur këtë çështje, mirë po unë mendoj se 8 vitëshi i qeverisjes nuk e largon prej përgjegjësisë, dhe ne mendojmë se pra ju thoni ka përgjegjësi direkte. Ka përgjegjësi direkte për mos realizimin e këtij projekti. Jetik për qytetarët e Klinës. Po, megjithatë do të replikoni më një herë, vetëm ta marrim edhe zotin Rusaj se ne jemi duke debatuar në vazhdimsi edhe me komuna tjera, besoj ju s'jeni duke i parë ato debate ose ndonjë ndoshta edhe mund ta shihni, po vazhdon të jetë problem uji i pijës në shumë komuna, por në debati zakonisht po thuhet që është përgjegjësi e përbashkët lokale dhe qendrore, po i bie se janë edhe ndërmarrjet publike të cilat menaxhojnë ujërat, të cilat nuk janë në kuadër të komunës. A është përgjegjëse komuna në këtë drejtim, apo i sheh të përbashkëta, edhe si e sheh zgjidhjen zoti Ruste? Kur shtrib përgjegjësinë më të madhe në këtë rast duhet ta merr komuna, sepse jemi në vitin 2025, kur qytetarët e komunës Klinës me 54 fshatrat për rreth nuk kanë ujë të pijës. Ujë ka, por ujë nuk pijet. Unë e di që aty janë investu milionat e tërë, edhe në qeveritë e kaluara, edhe debatës, edhe nuk kam qenë pjesë e qeverisë më herët, decidivisht Istoku në kanë thonë që nuk kemi ujë për Klinën. Nuk kanë thënë? Nuk kemi ujë, ka qenë periudha viteve 2008-2019, shto kemi pas një bashkëpunim, nuk e largon nga përgjegjësia kryetarin aktual. Unë në bisedë me zotin Kurti, problemin e parë që kemi bisedu me ta, e kom paraqit shqetësimin e qytetarëve të Klinës për ujin e pijës të cilin nuk e kanë. Të vishin Klinë, sidomos ditëve të vikendit, i shef të gjithë qytetarët duke u vendur andej këndej për të furnizuar me ujin e pijës për javën që e kanë. Është një përgjegjësi që duhet e kaluar, duhet biseduar me pushtetin qendror, duhet bo projekte. Është fakt që tha kryetari që është bo shtrirja e rrjetit të ujësjellësit, por ai ujësjellës nuk është funksional, po flas për pjesën veriore të komunës Klinës dhe disa kuptohet fare mirë që ujin e menaxhon Hidrodrini, po kryetari aktual dhe jemi në vitin 2025 nuk mund të ikin përgjegjësisë pse sot komuna e Klinës nuk ka ujë të pijës. Okej, 2 adresime në raport me kryetarin. Kryetari besoj do ta replikojë në 2 drejtime këta. Urdhëro zoti Eleza. Një fakt është i rëndësishëm se përgjegjësinë menaxhimin e burimeve ujore në Republikën e Kosovës e ka Ministria e Mjedisit dhe Infrastrukturës. Nuk i menaxhojnë komunat burimet ujore. Dhe kur flasim për bashkëpunim ndërkomunal,
nuk ka pas vullnet.